Të nderuar pjesëmarrës, zonja dhe zotrinj, e nderuara familje e Rivan Qazimit, komandant Lleshi, e nderuara familje e Jashareve, të nderuar përfaqësues të subjekteve politike dhe ju pjesëmarrës të tjerë që jeni bashkangjitur sot me ne. Ju dëshirojmë mirëseardhje në këtë akademi përkutimore, ditët e komandant Lleshit. Lugina e Preshevës sot shkel sërish në kryeqendrën e dytë të shqiptarëve në Prishtinë. Dhe për herë të dytë viziton teatrin kombëtar të qytetit, që prej vitit 2004. Unë do ju lutesha që në kujtim të gjithë dëshmorëve dhe veçanërisht për ditën e sotme, të kujtoj me një minutë eshtje komandant Lleshin. Faleminderit. Lavdi. Sot kjo sallë në Prishtinë është mbushur plot. Lugina ka fluturuar në Prishtinë. Unë do kisha dëshirë që tashmë të dëgjoni pak referat përgatitur nga vetë sekretari i Këshillit organizues të manifestimit tradicional ditët e komandant Lleshit, që të elaboroj për jetën dhe veprën e Rivan Qazimit. Ftojmë zotrin Agim Haliti. Të nderuara familje të dëshmorëve, e nderuara familja e dëshmorit të Rivan Qazimit, të respektuar invalid dhe veteran të gjitha ushtrive qëllimtare, e dashura rini e gjitha trojve shqiptare. Të nderuar përfaqësues të institucioneve dhe subjekteve politike e apolitike, zonja dhe zotrinj. Më lejoni që me fjalë të përzgjedhura të rrëfej për jetën, veprimtarinë, aktivitetin dhe rendin e komandant Lleshit. Dihet në filli se gjatë historisë, as populli shqiptar, interesat e tij kombëtare nuk I ka parë të ndara në baza krahinash, konfesionesh, po si interesa gjithë shqiptare. Në të gjitha periudat e historisë së lëvizjes sonë kombëtare, janë shquar edhe burrat e Bujanocit, Preshevës e Medvegjës, që me veprimet dhe tërmirin e tyre ruajtën identitetin dhe substancën kombëtare prej periudhave të mëhershme e deri ditët e sotme. Po turnotsasit ishin të parat që mbështetin rrjetin ilegal patriotik që organizoi profesor Gjon Sereqi e Ömer Berisha në vitet e para të pastuftës 46-48. Rezultati I kësaj veprimtarie ishte buldosja e dhjetra veprimtare të kësaj organizate patriotike, por nuk mund të burgosin idetë shkrimtare dhe lëvizjet e rezistencës. Frymën patriotike që mbollën më vonë Muharrem Gashi, Kasim Ali Thaçi e vëllezrit Aliu nga Presheva e kultivuan vazhdimisht nga turnotsasit dhe nga gjithë shqiptarët e kësaj ane. Në frymën e këtij patriotizmi të trashëguar nga të parat tanë u rrit dhe motivua edhe Rivan Qazimi. Rivan Qazimi u lind në 4 prill të vitit 1964 në Tërnoc. Edukimi familjar dhe kultura politike adetare që trashëgoi e përgatitën herët për sfidat dhe betejat e njëpasnjëshme në të gjitha aktivitetet jetësore. Që nga shkolla mesme u shqua si aktor amator në interpretimin e dhjetra roleve të dramës shqipe si antar I shoqërisë kulto-artistike Jehona nga Tërnoci. Përveç këtyre aktiviteteve, Ridvani u shqua edhe për aftësitë udhëhecëse dhe organizative edhe atë në momentet më të vështira kur gjendej shoqëria shqiptare ASEAN. Dëshmi për këtë ishte udhëheqja e klubit futbollistik Tërnoci, duke ngritur atë me Ligën e Dytë të Kosovës dhe garuar me sukses deri në vitin 1998. Për denjësinë njerëzore, me kuptimin vllazëror dhe bujarin që kishte krijuar tek qytetarët e Tërnocas, ju besua drejtimi dhe koordinimi I aktiviteteve humanitare solidare, duke mbuluar kryetar të degës së shoqatës bumirëse humanitare Nën Tereza prej viteve 91 deri në 98. Pas epopesë së Jasharit, vrasjes së komandantit legjendar të UÇK-s Adem Jasharit në mars të vitit 1998, masakreve të Likoshanit, Qerezit e Poklekut dhe fillimit të zgjerimit të luftimeve në Kosovë nga UÇK-ja,
Ridvani ishte një ndër anëtarët e parë humanitar e kombëtar të kësaj hane që do të organizojë grumbullimin e të birave materiale për luftat dhe popullatën e rrezikuar në zonën e Drenicës. Me rastin e dërgimit të mirave materiale, në maj të vitit 1998, ai vuri edhe kontaktet e para politike ushtarake me përfaqësuesit e UÇK-s, si me Samil Ushtakun, Ilas Kodën, Rifat Bejtën e më pas edhe me Ram Bujën, me të cilin ishte njohur edhe në kohën e aktiviteteve sportive të klubit futbollistik të Noci. Gjatë zhvillimit të luftimeve në Kosovë, ai pati një aktivitet intenziv dhe shumë dimensional. Vazhdimisht me shok organizoi grumbullimin e ndihmeve materiale për vëllezërit e rrezikuar nga Kosova. Në mars të vitit 1999, nga ushtria jugoslave dhe policia serbe rrethohen dhe maltretohen shqiptarët e Breznicës. Ridvan Qazimi me 10 shok të organizuar e të përgatitur luftarakisht veç gjendet Malet. Një muaj më vonë, në 26 prill të vitit 1998, nëpërmjet Lirim Jakupit, pjesëtar i UÇK-s në zonën operative të Karadakut, vuri kontaktet me përfaqësues të kësaj zone në fshatin Domic të Dollakut, duke u vënë në dispozicionet efektive të zonës operative. Pas përfundimit të luftës në Kosovë, hyrjes së forcave të KFOR-it dhe transformimit të UÇK-s, forcat e ushtrisë jugoslave dhe policisë serbe u stacionuan në luginën e Preshevës. Ushtria jugoslave dhe policia serbe të ndërposur me disfatin në Kosovë në shenjë hakmarrje, ushtruan dhunë dhe terror mbi popullatën e kësaj ane, dogjën Karadakun e Preshevës, dëbuan popullatën nga Mërsia e Bujanocit, derisa Medvegjen e boshatesën pothuajse tërësisht. Gjatë kësaj periudhe, policia serbe vrau 18 shqiptarë në mënyrë misterioze. Aktorët e këtyre vrasjeve nuk janë zbuluar asot e kësaj dite. Për të thelluar aktivitetin dhe vëmendarinë luftarake, ai u detyrua të largohet nga Tonoci, duke u vendosur në një fshat të komunës së Dardanas në nëntor të vitit 1999. Me punë, urtësinë dhe mençurinë që kishte, arriti që të fitojë simpati të madhe tek njerëzit, e sidomos tek bashkëpunëtorët, duke përvasuar shumë të rinj dhe intelektual që të radhiten në formacionet e kësaj ushtrie. Në 26 janar të vitit 2000, pas vrasjes së 2 vëllezërve Saqipi nga Dobrosini, doli në skenë për herë të parë Haptas UÇMB-ja. Në aksionet e njëpasqishme që i bënin ndaj forcave ushtarake dhe policore serbe dhe me një ofanziv që zgjati prej 21 deri në 24 nëntor të vitit 2000, i detyruan këto forca që të tërhiqen nga Grika, Konçulit dhe malet e Tërnocit. Dhe 24 nëntor në këto troje u ngrit dhe valoj flamuj kombëtar. Pjesëmarrës të nderuar, ish shtabi i përgjithshëm i UÇMB-s me formacionet e saj ushtarake dhe faktorin politik bëri që problemi i luginës së Preshevës të sensibilizohet deri në nivelet më të larta ndërkombëtare, Këshillin e Sigurimit, OKB-n, NATO-n dhe BE-n. Si rezultat i këtyre rrethanave të krijuara, erdhi deri tek ndërmjetësimi si dhe premtimet dhe garancionet e përfaqësuesve të NATO-s në udhëheqjen e Sean Sullivanit. U zhvilluan një cikël bisedime midis përfaqësuesve të UÇMB-s dhe ish ushtrisë jugoslave. Duke parë sinqeritetin, bujarinë, trimërinë, aftësinë ushtarake dhe diplomatike të Ridvanit, shtabi i përgjithshëm i UÇMB-s e emroi shef të grupit negociator për bisedimin. Marrëveshja për demobilizim dhe demilitarizimin e nënshkruar me garancionet e përfaqësuesve të NATO-s në Konçul në 29 maj të vitit 2001, pritet që kjo marrëveshje të fillojë të zbatohej nga 25 maj, por ndodhi ajo që pak kush besonte. Dhe 24 maj të vitit 2001 vritet tradhtisht gjatë momentit që komandant Leshi inspektonte informacionet për demobilizim të UÇMB-s, që tronditi thellë tërë popullatën e luginës dhe shqiptarisë. Gjaku i dëshmorëve të kombit dhe i dutrave të UÇMB-s, si dhe vëllezërit Saqipi, dëshmorëve Fatmiri Bishi, Sherif Yumuzi, Enver Bajrami, Bradil Osmani, Ibrahim Fizullahu, Besim Paiku, Qenan Rahimi e shumë të tjerëve, si dhe komandantëve legjendar të UÇMB-s, Niazi Azemit, komandant Mjekrës, dhe Ridvan Qazimit, komandant Leshit, na obligojnë moralisht e kombëtarisht dhe politikisht
që të jemi të pa epur në sëndërtimin e aspiratave dhe objektiveve të cilat na janë garantuar nga faktori ndërkombëtar si NATO dhe Bashkia Evropiane. Lavdi dëshmorëve të kombit, lavdi komandant Leshit, kujtimi qofti për jashtë vërtet. Falenderojmë zotin Alitit, përderisa tashmë kam kënaqësinë të pres dhe përfaqësuesin e organizatës së veteranëve të grupit të UÇK-s, zotin Paton Kinaku, emërpresi. Nderuara familje e Ridvan Qazimit, të nderuara familje të dëshmorëve të kombit, nderuara familje e Jasharit, përfaqësues të spektrit politik dhe institucional, të nderuar pranishëm. Ku përshëndoni për vjetorin jubilar të dëshmorëve të rënë në luftën e ushtrisë shlirimtare për Preshevë, Medvegje, Bujanoc, në emër të gjithë veteranëve të luftës së ushtrisë shlirimtare të Kosovës, ju përshëndesim vëllazërisht. Vëllezër e motra, rrugtimi i kombit shqiptar drejt lirisë e bashkimit të plotë kushtoi me sakrificën e shumë gjeneratave që asnjëherë nuk u pajtuan me gjendjen e robërisë së coptimit. Sakrifica e madhe e jasharëve legjendar dhe gjithë luftëtarëve dëshmorëve të kombit i tregoi botës karakterin e fortë të luftës sonë shlirimtare. Këto sakrifica mobilizuan popullin kudo në trojet tona, mobilizuan edhe Preshevën, Medvegjen e Bujanocin. Luftëtarët nga gjitha trojet shqiptare ishin në luftë kundër pushtuesit. Kjo vërtetohet edhe me rënien e dëshmorëve të gjitha trevave, veprat e të cilëve forcon bindjen dhe mendimin filozofik se nuk ka gjë më humane se sa të luftosh e të përpiqesh për lirimin e popullit dhe vendit tënd. Këtë që më mbar bota liridashse dhe demokratike për shkakun e thjeshtë të formësimit dhe të vëdësimit se një popull i robëruar nuk do të përparoj kurrë politikisht e ekonomikisht, nga se do të pengohet vazhdimisht nga pushtuesit. Pra populli shqiptar do të përparoj vetëm atëherë kur të jetë i lirë e bashkuar. Të nderuar pranishëm, edhe sot kemi shpifje akuzat rreme ndaj luftëtarëve të lirisë për gjoja krime lufte. Këto akuza janë të përgatitura nga Beogradi dhe bashkëpunëtorët shqiptarë, e të ekzekutuara nga EULEX-i. Për këtë ne kemi kërkuar që veteranët e luftës të mos i përgjigjen këtyre lloj gjykatave të cilat janë kryq politike. Prandaj duke mos i harruar për asnjë çast shokët e rënë, ne duhet të jemi vigjilent dhe askënd mos ta lejojmë që të keq përdorur miqësinë e respektin tonë. Askënd mos ta lejojmë të shkelin mbi vlerat tona. Ata që kanë fituar me nder emrin dëshmor i kombit, i alon borxhin kësaj toke. Ata kishin amanet që kombi shqiptar të jetojë i bashkuar. Vetet obligim për ne që amanetin e tyre ta bëjmë realitet. Lavdi komandant Leshit, lavdi dëshmorët të kombit. Faleminderit zoti Kinat. Tashmë do ta vijojmë tek të Akademinë Përkujtimore me një monolog që vjen i interpretuar nga zoti Nagib Taipi, një monolog i kushtuar dëshmorëve të kombit. Faleminderit që ndiqni. Sikur të dija përgjigje të gjithë botës, do të ishte më lehtë edhe ju të përgjigje. Ju mendoni se jam i penduar, Jo, as pak nuk jam i penduar. Qëllimi im është i pastër, vullneti im është i çelik. E zemra ime ka shumë dashuri për atë dheu sa as rrendjen e plagëve nuk e ndjera. Prandaj erdha këtu e të më përgjigjeni ju, nëse e dini përgjigjen. Atë ditë, të gjithë pasë publikon. Qëtë po lërmin, zagat e
Jugoslavit kishin dalë për gjatë. Për gjatë shqiptari, për tokë shqiptari. Unë gjitësha kodrave për vjetë, shtia dhe kisha dhe amanet pushkën e të parë. Nënës të vori betimin për rova, në gjithër ishte edhe vori babës. Ati ju betrova në të nëmu se hapën do t'ja marë. Unë gjithër kodrave lërë, shikova cëtë për cëtë. Ako gjaqët i mani. Mosë më shikoni sigur kur për këmë keni parë. Mosë më shikoni sigur të uaj. Unë jam ju, jam pjesë e juaja. Pra ndaj e nga këtu t'ju besë unë ju, sepse nuk i di përgjigje. Unë jam gjallë, jam në mesin tuaj. Nëse vetëm pak ju ka shkuar mendja se nuk jemi më, atëherë s'keni pse na kujton. O popël shqiptar. Pyetja ime edhe e shokëve të mirë është a pak ju doke se na shkelja Niku Slav Bitoka? A? A pak ju doke? Amanetin tonë. Për monologun e interpretuar. Ne vinim tashmë më tej me kryetarin e komunës së Bujanovcit, zotin Shahid Kamberi. Jeni mirëseardhur. Nderuara familje Qazimi, nderuara familje Jasharej, nderuara familje të dëshmorëve, nderuari ambasadori i Republikës Shqipërisë, nderuari akademik Nexhadaci dhe ju gjithë të pranishëm. Sot 10 vjet pas vrasjes Tin Zare, ditës më të dhimbshme dhe më krenare të luginës së Preshevës, i kemi ende të presë kujtimet për Ivan Qazimin, njeriu që na mësoi se ekzistojnë disa vlera, si pragu i shtëpisë, vlerje familjar, digniteti kombëtar, për të cilat janë vlerë të japësh edhe jetën. Në pikëllimet e përditshme, familja, miq, shpesh mund të shtrojnë pyetjen: a ja vlen njeriu një sakrifikim të tillë? Përgjigjen, nëse kthehemi në histori, do ta gjejmë diku në luftën për pavarësi të Shteteve të Bashkuara, kur një patriot amerikan në një fjalim të apasionuar kishte deklaruar: a është jeta kaq e dashur, apo paqja aq e ëmbël, sa të blihen me çmimin e zinxhirëve dhe të skllavërisë? Ndalojeni atë, Zot i gjithfuqishëm. Unë natyrisht nuk e di se çfarë mund të marrin të tjerë, por për sa më përket mua, më jepni liri ose më jepni vdekje. I udhëhequr nga këto principe të pastërta idealiste, i udhëhequr nga sakrifica familjes qeshare për një darme më të sigurt, më të mirë për kombin shqiptar,
për ndërprerjen e diskriminimit të bashkëvendasve të vetë, komandant Leshi lejoi vetveten atë që jo vetëm e bëri atë të pavdekshëm, po nga figura e tij krijoi një legjendë e cila do të kujtohet me respekt në jetë të jetë. E nderuara familje Qazimi, këto momente pikëllimi kur me mall kujtoni djalin, vëllaun, bashkëshortin dhe baban, ju kujtoni humbjen e madhe që keni pësuar. Por ju duhet të jeni njëkohësisht edhe krenar, sepse kombit i dhurohet një të dashës patriot dhe një kanar, drita të cilit do të jetë e përjetshme, do të shërbejë produktivet e tona drejt prosperitetit dhe bashkimit kombëtar. Panar që do të na udhëheqë në udhët e tona, të cilat do të jenë plot me sfida vështirësi, por të cilat patjetër do të japin rezultatet e dëshiruara. Le ta di çdo kombë, pavarësisht nëse do të mirën apo të keqen tonë, kishte deklaruar presidenti i vrarë i Shteteve të Bashkuara, John Kennedy, në fjalimin e tij inaugurues, se ne do të paguajmë çdo çmim, do të mbajmë çdo barë, do të kalojmë çdo vuajtje, do të mbështesim çdo mik, do të kundërshtojmë çdo armik për të siguruar mbijetesën dhe suksesin e lirisë. Kjo është ajo që ne premtojmë. Kjo është ajo që ne premtojmë se do të realizojmë aspiratat tona kombëtare. Kjo është ajo që premtoi komandant Leshi në veprën e vet. Kjo është ajo që ai ta la trashëgim neve. I bindur se ne do të realizojmë këto aspirata, lutem që Zoti i Madhërisht të bekojë familjen Jasharaj, të bekojë familjen Qazimi, të bekojë komandant Leshin, dhe të bekojë gjithë dëshmorët e kombit. Faleminderit. Faleminderit Zoti i Kamberi. Më duhet të them që këta akademi të ditës së sotme kanë përshëndetur dhe të tjerë që dhe pse nuk janë këtu pavarësisht dëshirës së madhe, nuk kanë pasur mundësinë për arsye të ndryshme të jenë pranishëm. Dhe këtë kanë bërë ndoshta edhe nëpërmjet dërgimit të telegrameve të ndryshme. Do kalim tek një tjetër personalitet nga Lugina e Preshevës. Kam kënaqësinë të ftoj ish kryetarin e Këshillit Politik të UÇPMV-s, zotin Yunus Mucliu. Përshëndetje të gjithë të pranishëm, nderuara familje Jasharaj, nderuara ambasador që e madhështuat këtë akademi, në dhe vjetorit rënjës herike të komandant Leshi, jo akademik Daci, zoti Glinaku që është këto bacë i ushtrisë lirimtare Kosovës. Natyrisht se sot kemi edhe një gëzim, tani u lirua nga burru komandanti i UÇPMV-s Shevqet Mucliu. Këto duar trokitje janë të popullit shqiptar. Këto duar trokitje janë lirie popullit shqiptar. Ky gëzim është popullit shqiptar. Po, duke ju falenderuar dhe institucioneve Kosovës që e bënën të mundur që t'jetë i lirë edhe komandanti i ushtrisë lirimtare të Preshevës me vetën të Buenosit dhe të jetë pranë familjes së tij, pranë popullit të vet. Nderuar pjesëmarrës, këto skena që i pam tani për viteve 99-2000 duken se janë të freskëta, duken se janë skenat edhe tani që po na ndjekin hap pas hapi, po shihet qartë se populli shqiptar ende nuk e gëzon lirinë, nuk e gëzon lirinë e plot,
as në lëvim të Preshevës, po edhe pas pavarësisë së Kosovës shihet qartë se ende arrestohen veç pjesëtarë e UÇK-s, UÇK-s dhe të UÇK-s në Maqedoni. Po besoj se çdo rrugtim i tillë do të vijë fundi. Çdo lëvizje që është bërë në të mirën kombëtare është bërë që ky popull të jetë i lirë dhe sovran. Natyresht se çdo rrugë e vështirë, e rëndë, e sakrificës, e burgut, e luftës, po fundi është liria. Këtë pak liri në Kosovë, më pak liri në Preshevë, Medved dhe Buanoc dhe në Maqedoni është dëshmia e dëshmorëve. Ata janë panarë që sot ne këtë pak liri po e gëzojmë në hapësirat shqiptare, në tokët shqiptare. Epopeja lavdishme e jashareve në dha dritë jeshile, se duhet luftua, duhet dashtat dhe kudo që jemi. Këtë Shqipëri që e kemi, aty ku janë shqiptare, dikun më keq, dikun pak më mirë, po dikur ishme të njëjtë. Tani në mbetet që bashkarisht të ecmi drejt sfidave të reja, drejt rrugës së re, drejt bashkimit të përbashkët. Vetmja rrugë është bashkimi, unifikimi, menaxhimi i përbashkët për një shtet shqiptar. Vetëm kjo rrugë na shpëton neve shqiptarëve. Përndryshe, Zonë Zeza do të na marrë të gjithëve pjesë, po shihen edhe bisedimet e mëhershme, edhe të tashme, se çka po kërkohet nga shqiptarët. Të hynë pjesë dhe të mos zgjidhet problemi i shqiptarëve një herë për gjithmonë. Është koha, është momenti që gjithë shqiptarët të vetësohen dhe të flasin me një zë, se rrugë tjetër nuk ka përveç bashkimit kombëtar. Dëshmia e dëshmorëve këtë amanet në la, për këtë ramë në altarin e lirisë, Sindrenic, Lugaxhin, Llap, në Karadokën e Gjilanit, në Preshevë, Medved dhe Buanoc, në Maqedoni, një ideal të përbashkët e kemi pasur. Dhe kjo ideal është të jemi bashkë, të jemi me një sopër, të jemi me një kuvend, të jemi me një kryesi, të jemi me një kryetar. Atëherë do të prehem të lirë dëshmorët kur jemi ne të bashkuar. Lavdi gjithë dëshmorëve të kombit, lavdi komandant Leshit. Faleminderit zotin Musliu, e jeshon këtë akademi të ditës së sotme dhe ambasadori i Shqipërisë akredituar në Kosovë, zoti Islam Lauka, e mirëpresim. Jeni mirëseardhur. Ju falenderoj. Në të vërtet, unë jam shumë i kënaqur dhe i lumtur që mbjet këtë rastit të marr pjesë në këtë ceremoni kaq të bukur. Dhe para kjo të tregon që ne respektojmë vlerat tona, respektojmë gjakun e dëshmorëve dhe ky është
një shenjë i sigur që kur din të vlerësojnë ata që kanë ra për lirin tonë, që vetë të mblidhemi këtu, si që mblidhemi sot, atëherë ne jemi të sigurt edhe për talën që për parë. Natyrisht, ka probleme, nuk jemi aty ku dëshirojmë të gjithë, por ne e dimë që kemi një talë për para, kemi një perspektivë që në bashkon gjithë shqiptarët, kemi një kom që na ka mbajtur gjallë, na ka mbajtur të bashkuar, dhe këte kom ne duhet të dimë ta respektojmë, ta vlerësojmë, i pasurojmë traditat e tij të lavdishme shekullore, asnjë nevojë, natyrisht, unë kam thënë edhe herë tjera, nuk ka të kërkojë dhe të shpikim kombe të paqena, sepse krimi, formimi, farktimi i kombeve është një gjë shumë serioze dhe që kërkon përkushtim, kërkon angazhim maksimal, jo të një e dyve, sepse disa, për fat keq, disa kryus, në thojza, po i themi, sot, mendoj që kombët krijohen sikur gjaja, që po të mbledhësh, apo janë të rish, dhe të vesh një gardë, dhe mena këti gardë për 24 orë ndryshon cilësia apo jo, e njerëzve, dhe na dalin diçka krejt tjetër, duke harruar historinë, duke harruar traditat, duke harruar flamurin. Shqiptarët në kom besojnë dhe besojnë shumë. Nuk ka, është vendimim, 2 as 3 kom për shqiptarë, ka një kom. Ashtu, si çështë normale dhe natyrshme që ka një kom serb, një kom kroat, një kom grek, apo jo, pavarësisht se ku ndodhen shqiptarët, ata i përmbahen një kombi dhe vlerëve të shenjta të tij. E dyta, thëmë këtë, shqiptarët edhe në Kosovë, edhe në Shqipëri, natyrisht edhe në luginën e Preshevës, që jemi bashku sot, për t'i bën homazh njëri nga përfaqësuesit më të shquar, më të denj të kësaj lugine, komandant Leshit. Pra, kudo që janë, shqiptarët nuk janë të ndarë as në idealin e skaluar pas të sotshëm, sepse ideali kombëtar i shqiptarëve, kudo që janë, është ideali europian, është ora europiane,
Dhe duke qenë i tillë, pra në ideal të përbashkët, në rrugë të përbashkët, në synime të përbashkëta, integrimi Europian, Atlantik, ne duhet punojmë shumë që duke konsideruar këto orientime strategjike si ideal kombëtar, natyrisht e konsiderojmë si ideal dhe aspirat dhe punojmë për të që të konsolidojmë shtetin e pavarur dhe sovran të Kosovës, sepse nuk është arritje e vogël kjo që sot ne mblidhemi këtu në mes të Prishtinës të lirë nga gjitha trevat e Shqipërisë, një fakt që para jo shumë vitesh ishte vështirë që unë vija nga Tirana, miku im Azan Hakan vinte nga Tropoja, përfaqësues tjerë nga Malizi ose nga Maqedonia, dhe në teatrin kombëtar këtu në Prishtinë të ndërojnë komandant Leshët. Edhe kjo nuk është një arritje e vogël, por shumë e madhe. Këto arritje, unë them që nuk duhet t'i nënvlerësojmë, përkundazi, duhet t'i vlerësojmë dhe bashkarisht, tani edhe Shqipëria, ju e dini që nuk është se s'ka probleme, nuk ka hallë, aktualisht jemi një proces zgjedhor, zgjedhje lokale, i cili shpresojmë shumë që të mbyllet në rrugë ligjore, dhe ashtu besoj që po mbyllet, institucionale, por ama Shqipëria, ju dini që është sot jo Shqipëria ndjeshme. Dhe këtë duhet ta dinë edhe tjerë, dhe besoj që di. Shqipëria është një antare e përgjegjshme e Komunitetit Ndërkombëtar, është pjesëtare e aleancës më të fuqishme që ka njohur deri sot njerëzimi, është antare me të drejtat e plota të NATO-s. Dhe duke qenë në NATO, natyrisht Shqipëria është e përgjegjshme se përfaqëson edhe Kosovën natyrisht, përfaqëson edhe zërin e shqiptarëve kudo që janë, dhe duke qenë të tillë, ajo mbron natyrisht më mirë interesat tona. Unë ju falenderoj shumë edhe njerë për ftesën që më keni bërë për të marrë pjesë këtu. Është një ftesë e veçantë për mua. Unë kam shumë dëshirë që të vi dhe të vizitoj luginin e Preshevës. Natyrisht, për arsye që dieni, unë kam kontakte kuvizuara, unë jo vetëm drejtuesit kryesor të komunave, zotin Mysliu, zotin Mustafa, në i tjetër aty, por shpresoj shumë që të vi dhe Shqipëria t'jemi bindur që luginin e Preshevës nuk e ka harruar as nuk e harron, me ato mundësit e veta, sigurisht që të përpiqet edhe më shumë në tapmen për ta ndihmuar me aq sa mundet. Ne kemi bërë disa hapa të vegjël, qysh vjet për shembull, në fushën e arsimit, në fushën e turizmit, do të vazhdojmë të thellojmë edhe më tej. Nga ana tjetër, jemi të bindur që edhe lugina e Preshevës, edhe faktori politik atje, ashtu siç kemi shkruar këtu, sipër, ashtu, do të jenë jo të ndarë dhe të nisur nga interesa të ngushta partijake, por të jenë një të unifikuar në qëndrime dhe në veprime. Jemi të bindur që ajo substancë shqiptare që sot është aty nuk do të shkojë duke u bjerë, duke u denë, përkundrazi do të shkojë duke u forcuar dhe ne na kemi mbështetje. Ju falenderoj. Faleminderit juve zoti Laruka, vërtet Shqipëria nuk ka dhënë kur luginën e Preshevës. Ne do vjojmë në tej me zëvendës kryetarin e komunës së Bujanosit, zotin Nagip Arifi. Jemi në Shqipëri. Faleminderit juve zoti Laruka, vërtet Shqipëria nuk ka dhënë kur luginën e Preshevës. Ne do vjojmë në tej me zëvendës kryetarin e komunës së Bujanosit, zotin Nagip Arifi. Jemi në Shqipëri. Faleminderit juve zoti Laruka, vërtet Shqipëria nuk ka dhënë kur luginën e Preshevës. Ne do vjojmë në tej me zëvendës kryetarin e komunës së Bujanosit, zotin Nagip Arifi.
Të nderuara dhe shumë e respektuara familja e Ridvan Qazimit, të nderuari ambasadori Shqipërisë, të nderuar deputat nga Republika e Shqipërisë, të nderuari zëvendës kryeministër i Qeverisë Republikës së Kosovës, zoti Krasniqi, të nderuar deputat Parlamentit të Kosovës, të nderuari akademik Daci, të nderuar invalid veteran të luftës shlerimtare për Preshev, Medved dhe Buenos, të nderuar invalid dhe veteran të TÇK-s të Kosovës, të nderuar invalid veteran të UÇK-s së Maqedonisë, vëllezër dhe motra. Sot mbushen plot 10 vite lëndarja fizike e komandant Leshit. Po vepra e tij dhe aktiviteti i tij nuk do të vdesin kurrë. Ridvan Qazimi, me humanizmin që kishte, fitoi besimin tek popullata e Lubinës Preshevës e tekisht në fshatin e vet duke emnuar kryetar i shoqatës humanitare Nën Tereza. Ku këtë veprimtari më vonë të shkriri në të luginën e Preshevës, por edhe në Kosovë, e kryesisht veprojke në Mitrovicë. Ishte një njeri që e deshti kulturë, dhe si kretari i shoqërisë kultur-artistike Jehona, ai tregoi se din të udhëheqë edhe kulturën, e deshti e sportin dhe në momentet më kritike për sportin, ai u emërua kryetar i klubit futbollistik të Tornocit, i cili më pas kur nuk shteri së garuari atë kohë në Kosovë, por sot në vendin e tij të lindjes, në vendin e parë në Lulin. E deshti lirin dhe për këtë djalin e tij e përgëzoi me emrin Liridan, e gëzoft për shëmbull. Më së shumti e deshti popullin e tij për të cilën dha më të shtrenjtë jetë. Në momentet kur popullata shqiptare, si në Kosovë, ashtu edhe në Lugini, Kanosi e Shfarosja, Ridvan Qazimi gjithmonë t'jendej pranë popullit dhe me popullit, dhe i kundërbihej urdhëve të Miloševićit aty ku populli kishte nevojë. Në këtë drejtim, komandant Leshi si strateg i luftës dhe architekt i paqes, vepronte në Drenicë të Kosovës, por edhe në Breznicë të Vjenocit, dhe i gatshëm gjithmonë për t'u sakrifikuar dhenimin në vlerë. Ishte vizionar, i mprehtë në politikë, por trim i pashoq në front. Dhe të gjitha këto tipare që kishte, ai u emërua krye negociatori për shqiptare për negociata me palën serbe për ndërmjetësimin e faktorit ndërkombëtar. Këtë trim, këtë njëri kullar, që e deshti kulturën, humanitetin dhe sportin, por mbi të gjitha njërinë e popullit shqiptar. E vran vrasit e Adam Jesharit, Femi Ladrocit, Alim Ramadanit dhe të shumë kranjeve të tjerë. I letë i qortë dhe u Lubinës Preshevës. Në fund, një apel për të gjithë të pranishëm, se ne të gjithë kemi një obligim, që dëshmorët të përkujtojnë, familjet e tyre të respektojnë dhe ushtarët të nderojnë. Lavdi komandant Leshit, lavdi Adem Jasharit, lavdi të gjithë heronjeve të popullit. Faleminderit zoti Ariti, fjalën tashmë e merr Gafur Daliti, bashkëluftari komandant Leshit. Të nderuara familja e Ridvan Qazimit, komandant Leshit, të nderuara luftëtarë të luftës tona qëllimtare, të nderuar veteran invalid të luftës, të nderuar pjesëmarrës. Sot në përjetorin e dhe të rënës heroike të komandant Leshit, ne kujtojmë lavdin, madhështin dhe trimnin e tij,
por njëherë edhe porosin që ai na la të ecim përpara sigurt dhe të bashkuar drejt realizimit final të aspiratave tona shekullore, sikur komandanti të ringjallet e të na sheh kështu, si jemi bërë të ndarë e të përqarë, do t'i vije shumë rënë, prandaj ju kërkoj që si vlezër të bashkohemi dhe t'i bëjmë realitet idealin e tij dhe të gjithë dëshmorëve të kombit të rënë. Lavdi komandant Leshit të Bançazimit, lavdi gjithë dëshmorëve të kombit. Lavdi. Faleminderit zoti Edaliti, do të vijojmë më tej me Rifat Bejton, bashkëveprimtar me komandant Leshin. Nderuara dhe shumë respektuara familja Sharaj, nderuara dhe shumë respektuara familja Qasimi, të nderuara familja të dëshmorëve martyrëve, të nderuara përfaqësues të institucioneve të Republikës Kosovës, vëllezër dhe motra. Kushtet që kanë njohur për së afërm Rivan Qazimi, komandant Leshin, e ka të vështirë të flasë, për të pa trengur se ka lënë shumë çka pa thënë. Pa trengur se një faqe letër ka thënë tepër pak për shëmbëltirën e tij si njeri, si humanist dhe si abdetar. I vetëdijshëm se unë nuk do të them gjithë atë që meriton të thuhet për Rivan Qazimin, komandant Leshin, po evakoj shkurtazi disa nga kujtimet që kam pasur me të. Në fillimin e vitet të 90-ta, kur Kosovës një re zezë po i sule dhuna sërbe, tashma e sofistikuar, kur shqiptarët po kresnoheshin nga uria, sepse pushteti sërb po i hidhë në rrugë në pakrye, Rivan Qazimi nuk ndeti durkyç. Ai u mobilizua vetë dhe mobilizoi gjithë bashkëtarët e tij të Tërnocit dhe Maxhev, si bashkëtarët që punojnë përkohësisht në botën e jashtëm. Solli shumë ndihma në Kosovë dhe në Drenicë. Tek ai ndjenja e humanizmit, e solidaritetit të njeriu për njeriu dhe vllai për vllain nuk fjeti asnjëherë. Këto ndihma nuk ishin vetëm vlerë materiale, por edhe më tepër peshë morale. Ato nuk mbështeten me kilogram ose nuk mbahen me kilogram në metër e centimetër, por me dashurinë e vllait për vllain në vështirësitë që ishën. Këte kam parë fare mirë në sytë e novejtarëve, të cilët drejtoheshin Komisionit e Solidaritetit, i cili ishte formuar atë botë dhe shoqatës në interes e tjerë. Këto vështirësi për shqiptarët në Kosovë vetëm sa po rëndoheshin gjatë vitit 90-ta, derisa plasi lufta në gjithë të tmerrat e saj. Masakra e Lëkoshanit me 28 shkurt 1998, pastaj fill pasoj epopeja e Sharve, legjendar me 5, 6 dhe 7 mars, po të ati viti, Ridvanin e preken në thebin e shpirtit si pak kënd ma shumë. Prandaj, me 22 mars, ai bashkë me Ridvan Jusufin erdhën tek unë, e ardha e tij nuk ishte thjesht ardha sa për të parë, a për të shprehur ndjenjat e dhimbjes e të ngushëllimit, por më tepër për të vënë veten e tij në dispozicion të luftës që po përhapej. Bashkë shkuam tek Ilaz Kodra, tek njeri ndër fytyrat më eminente të luftës. Sugjerimi i tij ishte që Ridvani do të ishte më dobishme po të vazhdonte veprimtarinë e tij në përpravi. Lufta nuk ishte nevojë vetëm për ushtar, por edhe për mbështetje logjistike. E lufta në Kosovë kishte urdhëratën e Ridvanit. Çlirimi i Kosovës, Ridvan Qazimin, komandant Leshin e gëzoi sa s'ka më tepër. Por brengën nga zemra nuk ja hoqi. Trojet tjera ishin mbetur ende në fundën e armikut. Kush më shumë se ai e ndjente nevojën që ta largojë këtë thundën, e cila po rëndonte për më së një shekull mbi qenien shqiptare. Tashmë ishte dhënë shumë shembuj në hapësirën ballkanike se nga fjallat robia nuk ik. Prandaj duhet rrok armët, për këtë Ridvani nuk kishte asnjë dilemë. Për javë të tëra qëndrum në Dajkoc tek Emin Krasniqi,
një andetar dhe familjar patriotësh të dëshmuar, derisa bashkë me Faik Breznicën e të tjerë themeloi pikën e parë të ushtrisë shkrimtare të Preshish me Medvedjes Benotit në Breznicë. Tashmë Ridvan Qazimi u bë komandant i brigadës 111 Sherif Kenuzi. Përmendorja e Ridvan Qazimit, komandant Leshit në Tërnoc, si shifon e sy pa trembur, ashtu si që ishte vetë komandant Leshi, e bën roje fshatit e tij të lindjes, si edhe mbar Kosovës, sikur dëshiron të na thotë se serbëve nuk ju zihet besë asnjëherë. Jam shumë krenar që njoha Ridvan Qazimin komandant Leshin dhe do të jem krenar. Familjarët e tij, prindët e tij që lindën dhe vetën, pasardhët e tij dhe gjithë humbi që rriti djemt të diell si komandant i legjendar Adem Jashari, si komandant Ridvan Qazimi, komandant Leshi. Lavdi e përjetshme jetës dhe veprës së Ridvan Qazimit. Faleminderit zoti Bejta. Kemi nderin sot të vizitoj sërish të akademi presidenti i Unionit Artistik Kombëtar, zoti Azgan Haklaje. Nderuar familjarët e familjes së Ridvan Qazimit, nderuar familja Adem Jashari, të nderuar veteran luftës, nderuar ambasador i Shqipërisë në Kosovë, zoti Laukaj, nëse ke zgjedhur rolin e zëvëranikut, mos u zemro. E fillova kështu fjalën time, se shqiptarët në historinë e tyre shekullore nuk të zbëritën, por që ndohen krenar. Në historinë e tyre shekullore, shqiptarët u përballen me qytetërime të ndryshme, që nga grekët, romakët, bizantët, avarët, hunt, gotët, vizigotët, ostrogotët, bulgarët, serbët. Këtë ardhur, deri në ditët tona, kur sot tashmë kemi 2 shtete shqiptare në Ballkan, Shqipërinë dhe Kosovën. Nderuar komandant Ridvan Qazimi, sot ne përkushtojmë dhe tetojnë rënës tuaj. Dhe ky 10 vjetor është në një eveniment shumë të rëndësishëm, sepse pa ditë më parë ne festuam 100 vjetorin e kryeministrit së Kuzit, të udhëhequr nga detë të ndulë. 101 vjet më parë, Kosova u ngrit kryeministit Otomane i disë Seferi dhe i kësa politik. Ndaj sot, edhe ju zoti Qazimi, rreshtoheni për burrat e historisë si Osman Qemajli, si Isa Buletini, si Adem Jashari, si Hasan Kështini. Jeta juaj të është por ju njertoj për të shkuar me mëtara në panteonin e historisë kombëtare. Zoti Qazimi, pas një viti, ne do të festojmë 100 vjetorin Shqipërisë. Natyrisht, edhe ju në Vlorë për krah Ismail Qemajlit dhe Isa Buletinit. Sepse ju ratë për të betur materin tja në ju ratë për të betur e shqiptarënës, ratë për të betur pëzusi me autentik e qëndrësit shqiptare. Ju vjen nga lugina e Preshevës, aty ku është një shqiptarë. Dhe ne sot të gjithë së bashku, këtu, në këtë sanë, nga të gjitha troje shqiptare për t'i tërguar se Presheva nuk është e vetme, por është bashkë me ne. Sepse të një gjuhë, të një historie, të një gjaku, ndaj dhe kemi një atë dhe. Pra Presheva është pjesë e trojeve shqiptare. Dhe për të do të kemi një qëndrim. Pra një kom, një qëndrim. Ratë me flamurin me cilin ka luftuar në vetë. Ratë me flamurin me cilin ka luftuar. Por ky flamur tashmë është ngritur në Bruxelles
nga kryeministri Sali Berisha. Nga është krenar dhe në Preshevë. Gjaku juve të pranverës Preshevë dhe gjithë qytetarë. Zoti Qëtimit, ju ratë për të mbetur për të mbetur korifej, për të mbetur strop e policisë në barë qytetarë. Ndaj, sot unë jam shumë krenar, që në të përbarë me ju dhe me Adelja Share. Unë jam shumë krenar që gjaku im është njëjtë në gjakun tuaj. Unë joja që komi qytetarë në shenjë joje për veprën tuaj sublime në shërbim të kreshes kombëtare, të asaj kreshe që lindi në djepin e Prizrenit, por u em në për kancelerit e Londrës, Berlinit, Jaltës, për të artë të vjendi qërshorit ku lytje e fituam një kasapin e Balkanis Slobodan Miloševićin, ne do ju apim një mënjoje në emër të të gjithë artistëve të të gjitha kohët e shqiptarë. Unioni Artistik i Kombit Shqiptar. Titull Deri. Misionar i Kombit. Ridvan Qazimi, komandant Leshi. Me motivacion për një kontribut të shtyre, për liri dhe të drejtat kombëtare universale, personifikim i qëndresës, strateg dhe luftëtar i pajetur, për sakrificën sublime në emër dhe idealeve të kombit. Arkitekt i paqes, figurë shumë dimensionate si aktor, sportist, humanist, simbol i pajtimit, sinonim i shqiptarizmit. Familjes, unë më kam deri të ftoj pinjollën e familjes legjendare Adim Asharit, Zotit Murat Jashari. Pra ftoj familjen programi do të vijoj dhe të tjera materiale. Unë kam veri shtoj një mbretëresh të muzikës popullore shqipe, zonjën Violet Kukaj.